është mami dos. Dhe ky është babi Der. Terkucja Pepa. Helikopteri zonjës Lepur. Pepa dhe familja e saj kanë ardhur tek festa e verës. Shikoni një shfaqje me mjetet e shpëtimit. Gjyshi qen po tregon kamionin e tij. Ja, kjo është zhurma që bën kamioni im, dëgjojeni. Mami Dele po tregon zjarfiksen e saj. Kjo është sirena e zjarfikëses. Dhe zonja Lepur po tregon helikopterin e saj të shpëtimit. Ky është sinjali i helikopterit tim. Helikopteri po kthehet. Helikopteri po kthehet. A dëshironi të bëjmë së bashku një xhiro? Po, të lutem. Në rregull, hipni. O, sa keq, nuk pas ka vend për mua. Nuk ka gjë jo, se unë do t'ju shoh nga poshtë. Babi Der nuk i ka qef lartësit. Ne po ngremi në ajër. Po, mund të shkoj lart. Mund të zbres poshtë. Ui! Mund edhe të rrotullohet. Wow! I gjori babi të nuk e shijoj do këtë. Mirë the, i gjori babi. Një akullore, ju lutem. Sa e mirë që qënga. Ndoshta mund të ulemi tani. Emergjencë, po i flasim helikopterit të shpëtimit. Unisa me njëherë, jeni me fat, kemi një punë për të bërë. Zoti Dem po bën gërmime në rrugë. Përshëndetje, zonja Lepur. E po unë kam një tup të madh metalik që më duhet ta ngrej me njëherë. Në rregull, zoti Dem. Si mund ta ngresh atë tup të madh? Me magnetin tim të madh. Çfarë do të bësh me tubin? Të them të drejtën nuk e di. E gjeta, do ta lë këtu, që dikush ta gjej me lehtësi. Tani po ju kthej në shtëpi. Mamin, po babin. Alo? Babi Der, a do të kthehesh vetë në shtëpi? Ne po vi me helikopter me zonjën Lepur. Mirë atëherë. Babi! Ne u ngjitëm, ne u ulëm dhe u rrëdulluam. O, sa keq që humba këtë. Takohemi në shtëpi. Kush e pas ka vënë atë tuba ty? E gjeta, po e bie shkurt. Qen ka plot me balt. Po moj makin, babi Der duhet të shkoj në shtëpi tani. Babi Der ka ngecur. Po e i telefonoj gjyshit qen për kamionin e tij. Përshëndetje, janë ndihmës si kur keni defekte. Kam ngecur në balt. A mund të vish dhe të më shpëtosh, të lutem? Më fal, babi Der, por unë tani po lëviz një tup të madh metali që dikush e ka lënë në mes të rrugës. Po të kaloj tek operatori tjetër i ndihmës. Alo, shërbimi kundër zjarit. Kam ngecur në balt. A mund të më vini të më shpëtoni, ju lutem? Ma vjen keq, babi Der, por po shpëtoj një breshk që ka ngecur në pemë. Që të sohu, Titles, unë nuk e di përse ti ngjitesh në pemë. Ti je një breshk. Mos u shqetësoni, babi Der, megjithatë unë do të kaloj në një linjë shërbimi më të lartë në vend. Ç'është kjo zhurmë kështu? Po fluturoj. Helikopteri i zonjës Lepur e shpëtoi babin Der. Ura! Sa me fat! Më në fund babi po bëj një xhiro me helikopter. A ti tregoj se çfarë mund të bëj helikopteri im? Po! Mund të ngrihet lart, Por mund të zbresë edhe poshtë. Mundet edhe të bëj rrotullime. Të gjithë kanë qejf të ngjiten e të zbresin dhe të rrotullohen me helikopterin e zonjës Lepur.